Një grua shkoi te Musa a.s. dhe i tha: ja Musa, unë kam kryer një mëkat, një gjuna të madh, dhe unë jam penduar te Allahu, kështu që kërkoni Allahut falje për mua. Musa a.s. i tha: oj ti grua, çfarë mëkati, çfarë gjunahi keni bën? Kjo gruaja i tha: ja Musa, unë kam bën zina, pastaj e kam lindur fëmijën tim dhe më në fund e kam vrar, e kam mbyt me duart e mia. Pastaj Musa a.s. i tha: largohu nga kjo dhomë, oj mëkatare, para se të vjen një zjarr i madh nga qielli mbi ne, dhe ne të gjithë do të djegemi për gjunahin tënd që ju keni kryer. Gruaja doli me një zemër të thyer, pastaj erdhi Xhibrili a.s. dhe i tha: ja Musa, pse e refuzove këtë grua? Pse e largove këtë grua që është penduar? A nuk ke gjetur ndonjë person tjetër ma të keq se kjo? Musa a.s. i tha: ja Xhibril, a ka gjuna ma të keqe, ma të madhe se kjo gruaja çka ka bën? Xhibrili a.s. i tha: ja Musa, gjuna ma të madhe se kjo është ai i cili e lën namazin, ai i cili e braktis namazin.